Ende nuk janë vënë orët në Kataranët për t'i dhënë atributin e Sahatkullës. Por ferizajasit tashmë kanë gjetur emra tjerë për këtë objekt në qendër të qytetit. Edhe në rrjetin social Facebook nuk mungojnë komentet për formën dhe funksionin e tij. E jo të pakt janë ata që e shohin se objekt që i ngjan organit gjenital mashkullor. E disa qytetarë nuk e dinë vërtet se çfarë është ky. Jo, vallaj, nuk e di çka është edhe jom të çudit, çfarë monumenti ke konka, çfarë pamje ka pas ka ose di. E me që xhamia është afër, disa thonë se është pjesë e saj. Për xhamia kanë marrë këto. Nuk e di vallaj çka është, nuk e di çka është, nuk e di. Sahatkulla po ndërtohet si dhuratë për qytetin nga kompania Drenica e kontraktuar për Ende nuk janë vënë orët në Kataranët për t'i dhënë atributin e Sahatkullës. Por ferizajasit tashmë kanë gjetur emra tjerë për këtë objekt në qendër të qytetit. Edhe në rrjetin social Facebook nuk mungojnë komentet për formën dhe funksionin e tij. E jo të pakt janë ata që e shohin se objekt që i ngjan organit gjenital mashkullor. E disa qytetarë nuk e dinë vërtet se çfarë është ky. Jo, vallaj, nuk e di çka është edhe jom të çudit, çfarë monumenti ke konka, çfarë pamje ka pas ka ose di. E me që xhamia është afër, disa thonë se është pjesë e saj. Për xhamia kanë marrë këto. Nuk e di vallaj çka është, nuk e di çka është, nuk e di. Sahatkulla po ndërtohet si dhuratë për qytetin nga kompania Drenica e kontraktuar për rregullimin e nënkalimit afër stacionit të trenit. Zyrtarët e komunës të lodhën nga komentet e qytetarëve po synojnë ndryshimin e pamjes së tij. Në bisedë me punëkryqin ashtu dhe ke marrë informata se do të ndrosë që është një kulm vetëm i përkohshëm, ndërsa kulmi i përhershëm do të vendoset edhe me vendosin e orës edhe elementeve tjera, të cilat pritet të vendosen në Sahatkullë në mënyrë që Sahatkulla të kompletohet. Përfaqësuesit e kompanisë Drenica nuk ishin në dispozicion të flasin për këtë objekt. Megjithatë, një fjalë e urtë thotë se çdo çudi zgjat vetëm 3 ditë. Kështu edhe qytetarët po mësohen me këtë pamje. Madje, meritat për këtë ja atribuojnë kryetarit të komunës. Për sot që po shihet, e ka Knaç Bajrushi, e ka bon si më mirë se qendra Amerikës. Tek e fundit është dhuratë.